Përshëndetje. Sot do të ligjeroj për klasën e 6 të shkollave fillore, nëntëvjeçare, në lëndën e informatikës. Pra, sot do të mësojmë për nocionin për prezentimin multimedial. Pra, me nocionin prezentim nënkuptohet paraqitja e ndonjë ideje, pune, prodhimi, gjendje e të tjerë, rrethit më të gjerë të njerëzve. Çka paraqet multimedia? Multimedia paraqet prezentimin e të dhënave, por me kombinim të kujt? Të tekstit, zërit, tabelave, fotografive dhe videove. Elementet themelore të një prezentimi multimedial janë, pra, siç e theksova dhe më parë, është teksti, grafika, fotografit, tabela, zëri dhe animacioni. Këto elemente futen në faqet e caktuara. Këto faqe quhen slajde, që pastaj përdoren për paraqitje në ekran, në mur apo në pëlhur, dhe gjatë paraqitjes ndërrohen një nga një. Paraqitja e këtij, pra e prezantimit, quhen slideshow. Të shohim tani se ç'është Microsoft PowerPoint. Programi Microsoft PowerPoint është program i dedikuar për përpunimin e prezantimeve multimediale. Por si aktivizohet ky program? Programi Microsoft PowerPoint aktivizohet me shtypjen e butonit Start, pastaj zgjedhim Programs dhe shkojmë në paketën e Office-it Microsoft Office dhe pastaj shtypim në PowerPoint. Por varësisht prej versionit të Windows-it, këtë mund ta shohim në mënyra të ndryshme ta startojmë. Nëse e kemi në desktop programin PowerPoint, atëherë duhet të shtypim 2 herë me tastin e majtë të mausit. Ja ta provojmë. Pra, nëse e kemi në menu, atëherë shkojmë te lista e programeve dhe ku shohim se kemi programin PowerPoint, ja si për shembull këtu ku e kemi PowerPoint, e shtypim dhe ajo aktivizohet me një herë. Përveç kësaj, thamë se mund të aktivizojmë nëse e kemi edhe në desktop. Pra, ja, nëse e kemi në desktop, neve aktivizojmë me 2 herë shtypje të tastit të majtë të mausit. Ja si u aktivizova. Gjithashtu, mund të aktivizojmë nëse shtypim tastin e djathtë të mausit dhe pastaj shtypim në Open e njëjta mënyrë. Pra, kemi disa mënyra për aktivizimin e programit Microsoft PowerPoint. Gjithashtu, edhe nëse e kemi të shëriti i detyrave, vetëm shtypim një herë, si që kemi rastin këtu, dhe shtypim një herë edhe aktivizohet programi PowerPoint. Edhe një herë të shohim se programi, pra Microsoft, është program i dedikuar për përpunimin e prezantimeve multimediale. Dhe si që pam, kishim disa mënyra për aktivizimin e këtij programi. Pasi e hapim programin, shohim se si do duket programi, faqja e parë e këtij programi. Në mes, pra, në këtë pjesë, në mes të këtij programi gjendet slajdi që duhet ta rregullojmë, të shohim se
faqen e parë apo slajdin e parë se si duhet ta rregullojmë, ndërsa në anën e majt gjendet paneli për slajde, slide panel, në të cilën janë paraqitur slajdet në formë të zvogëluar. Aty kemi slajde në formë të zvogëluar. Fajlat që krijohen në programin Microsoft PowerPoint janë prezantime që ruhen në memorie me prapashtesën PPTZ dhe ka ikonë si në fotografi. Pra, fajli i cili krijohet ka këtë ikonë, pra edhe këtu varësisht prej versionit të Office-it të cilit të keni të instaluar në kompjuterat e juaj. Tani ne do shohim se si bëhet hapja e një prezantimi të ri, se si bëhet hapja e prezantimit ekzistues, si bëhet mbyllja e një prezantimi dhe gjithashtu që është shumë me rëndësi se si bëhet ruajtja e prezantimit. Pra, shkojmë në programin PowerPoint edhe zgjedhim në menyn File, zgjedhim opsionin New ose urdhërin New. Me New neve hapim prezantimin e ri apo të zbrazët që duhet dhe ta rregullojmë. Blank presentation hapim prezantimin e zbrazët. Por për ta ruajtur prezantimin, neve duhet të shkojmë në File dhe Save As. Për ta parë më mirë, neve vetëm shënojmë prova, edhe e ruajmë në File, Save, pra e zgjedhim vendin se ku dëshirojmë ta ruajmë prezantimin tonë, në këtë kompjuter, pra edhe zgjedhim në Documents, edhe shënojmë titullin e prezantimit, varësisht se çfarë prezantimi kemi bërë, duhet të përkasi parafërsisht ose e njëjta që të dihet se për çfarë prezantimi bëhet fjalë në atë file. Pra, është e shënuar emri i fajlit, i prezantimit prova, dhe ne vetëm shtypim Save. Save. Dhe më njëherë na tregon se e kemi emrin prova. Në qoftë se neve e mbyllim prezantimin të cilin ne e ruajtëm, shkojmë pra në File dhe zgjedhim butonin Close, shohim se fajli prova u mbyll. Por neve gjithashtu duhet ta hapim, të mësojmë se si hapet një prezantim i cili ekziston. Në File dhe Open e shohim se e kemi fajlin të cilin e kemi punuar sot. Për shembull, është prova. Por në qoftë se nuk e kemi fajlin aty, neve mund ta gjejmë gjithashtu duke kërkuar Close, ta mbyllim, shkojmë në File dhe Open dhe shkojmë në This PC, zgjedhim pastaj në Documents ku e rujtëm edhe zgjedhim fajlin prova, pastaj shtypim butonin Open. Gjithashtu, neve mund të përdorim edhe tastierën për të bërë këto urdhra. Për shembull, në qoftë se shtypim CTRL dhe N, neve hapim një prezantim të ri. Por në qoftë se CTRL dhe N, të shohim se hapim një prezantim të ri. Këtu, në qoftë se dëshirojmë neve të zgjedhim dizajne,
Mund e gjithashtu të zgjedhim direkt dizajnin, pri në fillim në qoftë se e kemi vendosur se çfarë dizajni të zgjedhim, atëherë zgjedhim një nga dizajnet të cilat na pëlqejnë neve, edhe pastaj e shtypim në Create dhe ja ku hap një prezantim i ri. Pra, do shënojmë me prova 1 që të mund të ruajmë gjithashtu me CTRL-S, neve e ruajmë këtë file, prova 1, ja ku e kemi pra pashtesën PPTC, edhe vendosim se ku dëshirojmë ta ruajmë. Zgjedhim lokacionin Documents edhe shtypim Save. Por në qoftë se dëshirojmë të njëjtin prezantim ta ruajmë në vend tjetër, atëherë shkojmë në File, Save As, edhe zgjedhim për shembull në e-klasa, edhe shënojmë prova 1, Save, pra të njëjtin prezantim e kemi në 2 vende, në folderin e-klasa dhe në folderin Documents. Pra, për ta mbyllur e kemi CTRL dhe W kombinimin nëpërmjet të tastierës, me CTRL dhe N hapim dokument të ri, me CTRL dhe O, pra hapim dokumentin, prezantimin ekzistues, CTRL W neve e mbyllim prezantimin dhe pastaj ruajmë me CTRL-S e ruajmë prezantimin. Faleminderit për vëmendjen. Gjithë të mirë.